Nderuar kryetar, sinqerisht nuk e kuptova se çfarë bëm këto 2 orë. Dhe prandaj u irritova sepse pash që interpelanca ishte pika 3 e rendit ditës dhe me thënë drejtën të humbësh 2 orë kohë për një gjë që e ke kërkuar këtu e 2 muaj më përpara është sinqerisht keq. Megjithatë, do doja të thoja që gjatë muajit janar, eksaktësisht javën e 2 të muajit janar, një fushat e tërë në territor, po edhe mediatike, lajmëroi shqiptarët se lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. Pra lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. Në fakt, u vura me dije nga i grup bujqish që me thënë drejtën atje ku ndodhen në një zonë të Lushnjës e dinë ende numrin e telefonit dhe po mundoheshin të kërkonin ndihmë kudo. Mesazhet ishin kësaj natyre. Zoti Braçe, si jeni? Nuk e dim nëse realisht është ky numri juaj. Jemi fermer nga zona e Bubullimës. Kompania e qumshit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skem që gjoja ne bujqit i idhnim qumshit ujë. Çmimin e uli fare, por tani kanë nxjerr gjoja me aflatoksin qumshin ton dhe po kërkon të na përzëri fare. Ku të vemi, ku t'i çojmë lopët, ku dreqin të mbytemi. Mesazhi tjetër, përshëndetje zoti Erion. Jam nga Bubullima e Lushnjës. Më fal se po të shqetësoj, po duan që të na ndihmosh me qumshin e fshatarëve që dorëzojnë tek Lufra. Për fshatin e vetmja shpresë janë lopët. Të kam ndjekur në statusin tënd, a ka ndonjë mundësi të na ndihmoni, po derdhim shumë qumësht në kanal që për popullin është gjaku dhe vuajtja e përditshme. Më fal, po nuk kemi telefon të tjetër kujt t'i drejtohemi. Mesazhi i tretë, Lufra këto ditë ka lënë kudo radh, për shembull një ditë ose qumshin e mëngjesit ose qumshin e mbrëmjes. Dhe çmimi për këto ditë do të jetë 950 lekë. Besoj se do ta kenë thënë edhe të tjerë, se në një mbledhje pronarja e ka pranuar hapur që e merr më lira të plurin se sa qumshin vendas. Dhe njerëzit mbase vazhdojnë hedhin misër, po u bën analizat dhe nuk na i merr parasysh. Unë nuk kam prerë që në fillim të janarit, që kur na kanë thënë dalo misrin, edhe pse e kanë vetë prodhimin tim misrin dhe të vaditur. Tani nëse vërtet misri e bën këtë gjë, jam shumë dakord që të mos i hedhim më ujë misrit. Unë jam në rregull edhe me antimikotikun e të gjitha gjërat e tjera që kërkon veterineri. Mesazhi tjetër, zoti Erion, na fal për shqetësimin, por jam një qytetar nga Bubullima e Lushnjës. Kemi rënë hall të madh me çështjen e qumshit, por Lufra është bërë më agresive nga ajo që ti bëre problem me statusin tënd dhe në parlament këtë çështje dhe sot ajo hakmerret me ne dhe s'na mori pik qumshi e na lan shtëpi. Të lutem, vazhdojnë ngrije këtë çështje. Fill pas këtyre mesazheve, jam drejtuar institucioneve shtetërore për të kuptuar se çfarë po ndodh. Në mes të muajit shkurt ka marrë një letër të parë nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit, e cila thotë, referuar periudhës dhjetor 2025 janar 2026, fermat blegtorale, subjektet me drejtim blegtoral, prodhim qumshi lëndë e parë, të cilat operojnë Bashkinë Lushnjë, Bashkinë Divjak në qarkun e Fierit, informojmë se nuk janë marrë mostra për të analizuar për treguesin aflatoksin. Ndërsa në Bashkinë Dimal, në kuadër të planit kombëtar të monitorimit mbetjeve për vitin 2025, nga AKVBMB, në muajin dhjetor është marrë vetëm një mostër për prodhim qumshi lope, e cila ka rezultuar jo konform me treguesin e aflatoksinës. Pra deri në fund të muajit janar, sipas asaj shkrese, vetëm një rast dhe jo në Myzeqe, po matan në zonën e Beratit, ka ndodhur një gjë e tillë. Është verifikuar dhe është gjurmuar kjo sasi qumshi dhe bëhet fjalë për 13.508 shishe qumësh të prodhuar nga ky qumësh nga kompania Erzeni, të shitura të gjitha, ndërkohë që gjalpi stok është bllokuar. Po në mes të shkurtit ka marrë një tjetër përgjigje nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili bën me dije AKU ushtron kontrollet vazhdueshme të programuara me bazë risku. Për periudhën referuese janë kampionuar në total 5 mostra në produktin qumësht lope, lëndë e parë, të cilat pasi analizuar në tregun me treguesin aflatoksin më 1 pra qendrës referencës së ISUV
2 prej tyre kanë rezultuar jo konform me vlerën mbi normë të lejuar të treguesit aflatoksin M1. Konkretisht detajet si më poshtë, pra nga 5 mostra të marra, vetëm 2. Pra në gjitha të fushat janë marrë vetëm 5 mostra dhe vetëm 2 të tilla kanë rezultuar me aflatoksin. Tani është gjurmuar po prap dhe Qumshi ka furnizuar kompaninë Lufra për 11.789 shishe 1.4 litra dhe një parti tjetër 10.920 shishe 1.4 litra, të gjitha të shitura dhe të pak thyera pas për ndonjë shqetësim të caktuar. Ndërkohë, jam referuar po prapa AKU-s për edhe periudhën nga janari shkurti e deri në fund të marsit dhe fillim të prillit dhe përgjigja është për periudhën 1 shkurt 2026, 31 mars 2026, nuk janë ushtruar kontrole në fabrikat, baxhët dhe përpunimit Qumshit dhe fermat blegtorale për bashkinë Lushnjë, Divjak dhe Dimal me fokus aflatoksinën në përbërjet produkteve blegtorale. Pra prap, kemi ngelur vetëm me 2 mostra me aflatoksinë. Për të ardhur më tutje, kur problemi u bë misri, jam drejtuar po përsëri AKU-s dhe përgjigja e saj është shumë e qartë. Janë evidentuar gjithsej vetëm 200 ton misër i kontaminuar me aflatoksin dhe të gjitha, e gjithë sasia është nga Shqipëria e mesme, nga Tirana e në veri. Në zonën për cilët bëhet fjalë dhe ngrit alarmi i jashtëzakonshëm që Qumshi i prodhuar nga lopët është kancerogjen, nuk rezulton të jetë shitur ky misër. Dhe në fund fare, jam drejtuar ISUV-it, sepse ka një shqetësim shumë të madh në këtë aspekt dhe është thënë që laboratorët e vetë kompanive kanë rezultuar dhe analizuar Qumshin me aflatoksin dhe ISUV-i thot për periudhën dhjetor 2025 janar 2026 kampionët e ardhura nga inspektoratet e AKU për aflatoksin B1 janë vetëm 5, nga të cilat vetëm ta mbyll fjalin. Vetëm 2 kanë rezultuar me aflatoksin. Po për të njëjtën periudhë është një mostër e marrë në fshatin Çerm dhe ajo nuk ka rezultuar kështu. Dhe në fund thot, sa ka të bëjë me laboratorët akredituar të cilat kryejnë analiza për aflatoksin, mendojmë se për një informacion të tillë duhet i drejtoheni Drejtorisë Përgjithshme të Akreditimit. Dhe jam drejtuar Drejtorisë Përgjithshme të Akreditimit dhe kam marrë një tjetër përgjigje prej saj, në të cilën thuhet laborator publik të akredituar nga DPA që kryen analizat e ushqimeve janë vetëm ISUV dhe laboratori doganor. Ndërkohë, sa i përket laboratorëve që operojnë pranë subjekteve të përpunimit të Qumshit dhe të produkteve të Bulmetit, nuk ka asnjë laborator të akredituar nga drejtoria në fjalë. Pra, për të konkluduar, e gjitha kjo fushat kundër Qumshit të blegtorëve, në fillim atje në territor nga fabrikat kundër blegtorëve, e pastaj në media, sponsorizuar qartësisht nga fabrikat, rezulton vetëm me 2 mostra aflatoksine. 2 mostra, vetëm 2. Dhe me një sasi e gjitha e konsumuar. Ndërkohë për gjithë periudhën nga janari, dhjetori, vit që shkoi, e tani nuk ka më asnjë gjë të tillë. Kështu që doja nga ministri të dija çfarë ndodhi që e gjitha kjo fushat vuri përpara blegtorët, e mbi të gjitha i detyroi ata që ta derdhin Qumshin në kanal. Faleminderit.